Bashkimi Evropian është i vendosur të avancojë procesin e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor dhe të mbështesë integrimin e vendeve të rajonit në familjen evropiane. Komisioneri e zgjerimit të Bashkimit Evropian Marta Kos tha se Shqipëria dhe Mali Zi po shënojnë përparim të dukshëm me reformat dhe se vendet kanë një mundësi reale për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Sipas saj, nëse progresi vazhdon me ritme të qëndrueshme, negociatat me Malin e Zi mund të përmbyllen deri në fund të vitit 2026, ndërsa me Shqipërinë deri në fund të vitit 2027. Mund ta kuptoj shumë mirë zhgënjimin. Unë vi nga kjo zonë e vetëm për t'ju dhënë një ide. Nëse Ukraina do të duhet të priste aq gjatë sa Maqedonia dhe Liut, ne do të fillonim negociatat me Ukrainën në vitin 2045. E kjo nuk mund të ndodhë. Kjo vlen edhe për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ata duhet të zbatojnë reformat. E ka një element tjetër të rëndësishëm në të kaluarën. Në vitet e fundit, zgjerimi nuk ka qenë aq i rëndësishëm për Komisionin Evropian. Nuk ishte një përparësi, tani është prioritet. Edhe shtetet anëtare e thonë këtë. Kemi Malin e Zi dhe Shqipërinë, të cilat po ecin shumë mirë me reformat e integrimit. Ata i kuptojnë procesin e zgjerimit si një transformim të ekonomisë së tyre, duke përfshirë edhe zonat të tjera në vend. Për shembull, nëse gjërat vazhdojnë të shkojnë mirë, ne mund të përfundojmë të gjitha negociatat me Malin e Zi deri në fund të vitit 2026, e më pas me Shqipërinë në fund të vitit 2027. Kjo do të thotë se ka mundësi reale që të dy vendet të bëhen anëtare tanë të rinj deri në vitin 2030. Pak ditë më parë, Shqipëria hapi grup kapitullin e 3 që përbëhet nga sektori konkurreshmërisë dhe rritja gjithëpërfshirëse. Ky grup kapitull përfshin stabilitetin fiskal të Shqipërisë, modernizimin industrial, rritjen e inovacionit, përmirësimin e kushteve të punës dhe pjesëmarrje në iniciativat europiane të kërkimit shkencor, arsimit dhe digitalizimit. Deri tani, Shqipëria ka hapur negociatat për 24 kapituj në vetëm 8 muaj, ndërsa ambicia e qeverisë shqiptare është që 11 kapitujt e mbetur të përmbyllen deri në vitin 2027 për t'i hapur më pas rrugë antarësimit në Bashkimin Evropian.